Një angazhim dikon për më shumë se 3 vite deri në konfirmimin e ekzistimit të parit masiv. Në vazhdimsi gërmime, vlerësime, fillim punime në pranverë, ndërprerje punime, pas 2-3 ditësh rikthemi punime ose gërmimeve në vjesht, ndërprerje punimeve me arsyetimet nga më ndryshme, nga arsyetimet po them banale në raport me dhimbjen në raport me seriozitetin e çështjes, deri në dhjetor 2013 kur e thash ndoshta edhe me pak fat që eskavatori hasin e eshtrat të parë ose mbetjet e para mortore, që këtë rast pranishëm lokacion kanë qenë kolegë nga Misia Ligjore, Dr. Arsimi dhe Zoti Arben Emini, jo, në ditë jo, me sot pjesa tjetër pastaj është vazhdu në kuptim të angazhimit përbashkët. Sa trupa janë gjetur atë ditë? Që ka qenë rëndësishme që çdo ditë gërmimi, çdo ditë vlerësimi ka pas prezencë të ekspertë mjekëligjor të Republikës së Kosovës, që është rasti i parë, të pas parasysh që angazhimin në varret tjera, në 3 varret e para masive, kryesisht ka ndodhur gjatë procesit të riadësimit dhe në ditë caktuara gjatë punimeve në Basanicë, pra jo me prezencë të vazhdueshme personale, nëse në rastin e Rudnicës, po flasim për një proces të zhvarrimit të 50 ose të mbetjeve mortore së tesha të 54 viktimave të luftës. Sa ka qenë i vështirë identifikimi i tyre? Kryesisht viktimat të masakrës së Rëzallës, masakrës Çikatovës vjetër, Zabel Jolt dhe fshatit Klanasjell të komunës së Drenasit dhe komunës së Skënderajit. Sigurisht që edhe procesi identifikimit në këtë rast ka marrë kohë, por mësat është jashtëzakonisht me mbështetjet që kemi pas nga partnerë ndërkombëtar, këtë rast nga Komiteti Ndërkombëtar i Këshillit nga Komisioni Ndërkombëtar për Personale Dukur, që një proces identifikimi kryhet përmes metodave shkencore të teknologjisë, këtë rast të analizës së ADN-s. Por gjithmonë them gjithë ato sfida janë të kaluar të pas parasysh atë qëllimin edhe misionin që po e quaj në këtë rast në raport me kolegët, me një mision për të atij angazhimit zyrtar për një mision fisnik. Ajo që ka qenë ndoshta po them specifike, por ka koinciduar që në 2 identifikimet e para, pra nga mbetjet mortore që është hasur në fillim të muajit dhjetor të vitit 2013, nga mbetjet mortore të para që tani më ishin sipërfaqe, të cilat ishin tërhequr diku në 17 dhjetor për të bartur në Institutin Mjekëligjor në Beograd për ekzaminimet më të tjeshme dhe në kuptim pastaj të takimeve që duhet pasonin për të vendosur matutje se si do të mund të menaxhohet edhe me angazhimi edhe prezenca ekspertëve mjekëligjor të Republikës së Kosovës në këtë lokacion. Mostrat nga mbetjet mortore që ishin zhvarrosur në dhjetor të vitit 2013 ose që ishin tërhequr nga sipërfaqe, janë dërguar për analizën ADN-s në shkurt të vitit 2014. Këtë procesin të prerjes së mostrave e mbajmë, kam qenë bashkë me kryetarin e komisionit zotin Gjetaj, i cili në këtë rast po them me moshkëm që sigurisht më i ri, po i cili përkundër përvojës gjatë, jo vetëm në angazhimin të komision, po edhe në kuptimin e angazhimit jetësor, ishte sigurisht sfiduese për të përballuar momentin e prerjes së mostrave dhe dërgimit për analizë të ADN-s. Dhe dikun 2 muaj më vonë, pra në fillim të muajit prill, janë pranuar rezultatet e para të ADN-s dhe 2 identifikimet e para koincidoj që të ishin për 2 mëtrinjët e viktimave të kësaj masakre, që i bie që ishin me moshë dikun gjatë kohës të luftës, pra me moshë them të njëjtë me moshën time, në kohën e luftës pra po flasim për dikun 14-15 vjeçare, mosha e viktimave. Por njëjtën kohë ky identifikim pastaj konfirmoi ose në një farë forme edhe e largoj, po them kushtimisht nga agenda, çfarë do të tendencë e Serbisë për t'i dhënë një konotacion ose një kuptim ose një interpretim ndryshe këtij lokacioni. Pastaj gërmimet kanë vazhduar gjatë vitit 2014, përkatësisht gjatë muajit prill, maj deri në mesin e muajit qershor, dhe nga ky proces i gërmimeve, zhvarrimeve, ose ky proces i zhvarrimit ka rezultuar me gjetjen e zhvarrosjes e mbetjeve mortore të 54 personave. Dhe pastaj është ndërprer. Është ndërprer, pastaj ka pasur procesi i riadësimit. Dikon 3 procesi të riadësimit, është fjala për gërmimi është ndërprer prej atij viti. Prej muajit qershor të vitit 2014. Edhe nuk është bërë më asnjëherë. Ka pasur 2 faza ose proceset gërmimit në 2 pika tjera afër këtij lokacioni, megjithatë rezultati i gërmimit ka qenë negativ për pa gjetje të mbetjeve mortore, megjithatë rasti Rudnicës, përkatësisht rasti Rashkës, përkundër konfirmimit ose gjetjes së zhvarrosjes ose konfirmimit të ekzistimit të varrit masiv në Rudnicë, nuk është larguar ndonjëherë pe agjendës së institucioneve.
me që dana që ne pozidonim gjithsesi flasim për një numër shumë më të madh viktima që të duaj me gjetë në këtë lokacion, ose që edhe tani janë dyshimet dhe danat që ka pasur prononcime zyrtare nga vetë institucionet e Serbisë, këtë rast nga Komisioni i Serbisë ose edhe nga Prokuria për krime lufte e Beogradit, që flasin për më shumë se 250 viktima që duhet të jenë, ose në bazë danave që ata pozidojnë, po flasin për zonën ose regionin e Rashkës. Megjithatë, sa mendoni që ka pra varre masive ende që janë në Serbi dhe Serbia në një farë forme po i mban peng? E thash më herët që qysh në vitin 2001, do thonë gjatë procesit të iniciimit ose të hapjes të 3 varre masive, është potencuar lista për dikun 16 varre masive në teritorin e Serbisë. Tani këto 5 varre masive të konfirmuar deri më tani nuk e dim nëse janë pjesë e kësaj liste për 16 varreve masive në teritorin e Serbisë, me çfarë listë po pozidojmë ne. Po edhe nëse janë pjesë e kësaj liste, atëherë sigurisht pashmang shumë shtrohet pyetja që ku janë edhe 11 lokacione ose varre masive në teritorin e Serbisë. Ka edhe një sër lokacione ose rastesh tani më të shënuar në teritorin e Serbisë, për cilët ende nuk ka datë kuptimin e vazhdimit të gërmimeve, pra në raste që ka me të paprëfunduara, ose ende nuk ka datë në kuptimin e fillimit gërmimit në lokacionet që ende nuk janë iniciuar.